Jeni duke dëgjuar Radio Marina Kosovës, një zëj krishter në shtëpinë tënde. Hire e paqe prej hyjit Atit ton dhe prej Jezu Krishtit Zot. Një mëngjesi të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës dhe qof lëvduar Jezu Krishti. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot Kisha Katolike përkujton Shën Dominikun, i cili ishte meshtar. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Drejtuesi ndritur atë dhe urtësi, i bëjmë nderim nga dhënimi të tij të shuar. Ai dëshmitar i gëzueshëm pa mbarim mbretëron ndërhyje. Ai është prijes i ndritur dhe mësues, duke dhënë prova jetet të shenjtruara, gjithnjeu përpoqt i pëlqej Zotit me zemër të pastër. Tash ne të gjithë me shpirt atij t'i lypim, me përkushtim të shlyej fajet tona, me lutje të veta të na prindër të lartat kulme të qiellit. Lavdi e pushteti i qoftë vetëm Zotit, për jetë nderimi e në lartësi lumnia, që me drejtësi sundon me ligje të veta, mbar rruzullimin. Amen. Antifona e parë. Zgjoje o Zot pushtetin tënd, kthjellë fytyrën tënde e na shëlbo. Psalmi 80 rreshta 2-20. Vizitoje o Zot vreshtin tënd. Dëgjo ti o bariu i Izraelit, ti që i prin Jozefit si grigjës, ti që rinëfron mbi kerubin shkëlqe, para Efraimit, Benjaminit e Manaseut. Zgjoje pushtetin tënd dhe eja në ndihmë për të na shpëtuar. O hy dhe na përtri, kthjellë fytyrën tënde e na shëlbo. O Zot, hyi i ushtrive, deri kur do të hidhrohesh në lutjen e popullit tënd? Deri kur do të na ushqesh me bukë lotësh e do të na japësh shtëpim ujë lotësh me shumicë? Na bëresh ka grindjeje për fqinjët tanë, e armiqtë tanë po qeshen me ne. O hyj i ushtrive, deh na përtëri, kthjellë fytyrën tënde e na shëlbo. Vreshti nga Egjipti e nxore, e për ta mbjellë atë paganët i dëbove. Tokën ja përgatite, lëshoj rrënjë dhe mbushi tokën. Umbuluan malet me hijen e tij, me gema të hardhis umbushën cedrat e hyjit, pinjollet e tij arritën deri në det, shërmendet i qiti deri në lum. Gardin pse ja theve, që ta vjel çdo kalimtar, e dëmtoj deri i egër e kulloti çdo egërsirë. Kthehu hyi i ushtrive, shikoje nga qielli e shihe. Eja shihe këtë vresht, dili Zot se ti vete mbolle, djali që për vete e rrite. Ata që e dogjen dhe e pren, le të sharrojnë prej kërcënimit të fytyrës sate. Dora jote qoftë mbi njeriun e së djathtë sate, mbi birin e njeriut që për vete e rrite. Kur më nuk do të largohemi prej teje, na përtri e do ta thërasim me emrin tënd. O Zot, hyi i ushtrive, deh ti na përtëri, kthjellë fytyrën tënde e na shpëto. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Zgjoje o Zot pushtetin tënd, kthjellë fytyrën tënde e na shëlbo. Antifona 2. Punë të mëdha bëri Zoti, mbar popujt le t'i njohin veprat e tija. Kënga Isais profet, kapitulli 12, rreshtat 1-6. Brohoritja popullit të shëlbuar. Të falenderoj o Zot, se me gjithë se ishe zemruar kundër meje. U qetësua hidhrimi yt e ti më ngushëllove. Që hyi i shëlbuesi im. Kam besim e nuk kam frikë.
sepse fuqia ime e mburja ime është Zoti. Ai është shpëtimi im. Me galdim do të merrni ujë. Nga burimet e shëlbimit. Edhe thoni atë ditë, Falenderojeni Zotin, thirreni emrin e Tij. shpallni ndër popull veprat e Tia. Kumtojeni madhërinë e emrit të Tij. Këndoni Zotit sepse krijoi mrekulli. Le ta marrë vesh bota mbar, Brohoritni e këndoni lavde, ju banorët të Sionit. sepse i madhërishëm është në mesin tuaj shenjti i Izraelit. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Punë të mëdha bëri Zoti, mbar popujt le t'i njohin veprat e Tia. Antifona 3. Duar trokitni hyjit ndimtarit ton. Psalmi 81, reshta 2 deri 17. Përtritja madhështore e beslidhjes. Duar trokitni hyjit ndimtarit ton. Brohoritni hyjit të Jakobit. Le të tingëlloj cetra të ushtoj tupani. Harpa këndshme e cetra të johojnë. Le të ushtoj buria e hënës së re në hënën e plot ditën e së kremtës son. Sepse kjo është ligj për Izraelin, urdhëresë e dhënë prej hyjit të Jakobit, urdhër që u dha Josefit, kur doli prej tokës së Egjiptit. Dëgjova një zë që se njihja, nga barra krahët ja çlirova, nga duart ja hoqa shportën. Në ditë të vështirë më thire e unë të shpëtova, të jam përgjigjur i fshehur në stuhi, të vura në provë ku i me ribes. Dëgjo populli im, dua të të qërtoj. Oh, sikur të më dëgjoje ti, o Izrael, pranteje tjetër Zot të mos kesh, Zot të huaj mos adhuro. Sepse unë Zoti jam hyji yt, unë që të nxora nga dheu i Egjiptit, hape gojën tënde se dua ta mbush. Por populli im se dëgjoi zërin tim, Izraeli nuk pati kujdes për mua. Prandaj i lash në ngurtësi në zemrës së tyre, le të jetojnë si u pëlqen atyre. Po sikur të më dëgjon të mua populli im, sikur të ecte Izraeli udhëve të mia, po atëherë shpejt do t'i përulja armiqtë e tij, do ta rëndoja dorën mbi kundërshtarët e tij. Armiqtë e Zotit do ta përkëdhelnin atë, fati i tyre do t'ishte i vulosur për amshim, unë do t'i ushqeja me më të mirin grur, do t'i ngija me mjalë të nxjerrë nga shkëmbi. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Duar trokitni hyjit ndimtarit ton. Leximi i shkurtër krahaso letrën drejtuar Hebrejve kapitulli 13. Mos i harroni e prorët tuaj, të cilët e shpallën fjalën e hyjit, vëreni mbarimin e jetës së tyre, e ndiqni fenë e tyre. Jezu Krishti është i njëjtë dje e sot dhe do të jetë për amshim. Mos lejoni të gënjeheni me mësime të ndryshme të huaja. Përgjigja e shkurtër. I vure si roje që të kujdesen për kishën tënde. I vure si roje që të kujdesen për kishën tënde. Në atë ditë e shpallin emrin tënd. Që të kujdesen për kishën tënde. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. I vure si roje që të kujdesen për kishën tënde. Kënga ungjillore e Benediktus. Antifona. Nuk jeni ju që do të flisni, por në ju do të flas shpirti i Atit. Kënga Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyji i Izraelit. Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton. Në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet. Sikurse premtoi kaherë. Me gojë të profetëve të tij të shenjtë. Se do të na shpëtojë prej armiqve tan. Dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë. Se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tan. E do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë. E betimi që bëri në të mirë në Abrahamit, ati ton.
se do të na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut. në shenjtëri e drejtësi para Ti për çdo ditë të jetës sonë, E ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët, për ta vënë në dijeni popullin e tij. se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tia, Në sajet të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndërritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapa tanë në udhën e paqes, Lavdiatit e birit të shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. nuk jeni ju që do të flisni, por Por në ju do të flas shpirti i Atit. Lutjet e besimtarve. Krishtit bari ju të mirë që dha jetën për delet e veta, t'ja lartësojmë plot me shpresë lutjen tonë. Udhëhiqe o Zot popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. O Krisht, ti që në shën Dominikun edhe një shëmbëlles të gjallë të dashurisë sate të mëshirshme, bëj që në ata që na udhëheqin ta provojmë ëmbëlsinë e dashurisë sate. Udhëhiqe o Zot popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. Ti që në zëvendësit e tu e vazhdon misionin tënd si mësues dhe bari, na udhëheq gjithmonë në mbashtuesit e tu. Udhëhiqe o Zot popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. Ti që në barinë të shenjtë të vërë në shërbim të popullit tënd, u bërë mjek i shpirtrave dhe i trupave. Bëj që mos të na mungoj kurrë prania jote nëpërmjet mbashtuesve të shenjtë dhe shenjtrues. Udhëhiqe o Zot popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. Ti që besimtarët i nxite me urtinë dhe dashurinë e shenjtërve të tu, bëj që predikuesit e Ungjillit të na ndihmojnë të njohim dhe të duam sikurse dëshiron Ti. Udhëhiqe o Zot popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. Aty që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. Drejtoje dhe mbroje kishën tënde, o Zot, sipas mësimeve të shën Dominikut. Ai për ne ndërmjetësoft me lutje të përshpirtshme, pasi që predikatari shuari së vërtetës sate, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.